Faleminderit shumë Rekçela. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit. Thash, edhe Rasimi pas ka qenë pjesë e luftës. Mirë shumë. Vi kemi sjellë unë këtastia jam që ma mundson këtu mund të ty e me najtë me bo pak laf. Po, është vërtet që në kom. 6 ditë më kom ushtarë. Kur kom çadër. Inshallah. Jo në kom rrugë Vaganicës. Shqyqy e gjallë. Faleminderit shumë taku. Erik, faleminderit shumë që erdhe edhe një herë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit gjithë shikust e emisionit tanë. Unë po shef marrë dhe ma heret. Njëra të rritë, di. Angazhime. Do të vazhdojmë kështu bashkë me intervistat një pas njësh me herë pasere se ti e ki edhe një shkollë private nëse s'ka bëj. Ju shtron i rekruton për akademi. Për armë, Për gjithë shka. Për gjithë shka. Prej armëve dhe antiterrorizëm. Po si u bo me marë pjesë një me në luftë? Je konë ndër ushtarë matri nëse s'ka bëj? Unë e vibe asoj zonës për Skënderajt, ku në luftën e kem pas 5 muaj menën si fëmijë. Kemi qenë të Shtypën. Jem kyç si roje e fshatit në Laush në janar të 98-ës. Me një grup 3 shokësh të Laushës. Një kohë kom bo një pauzë për arsye që më është dasht me shu vllahun Shërim Marzi, pe i ba një dzime dhe përtu në Gjermani dhe më këthy në luft prapë në Dugaxhim. Nuk ka qenë një periudhë lehtë për moshën që kum pasur, dhe shumë tjerë si unë, se s'kam qenë vetëm unë njeri, ka pasur shumë ushtarë të ri tjerë. Po e kem pasat dhe dashurinë, motivi djetë. Absolutisht. Na përpara kem thonë në ryshe, po shkoj me dek për Kosovën, kështë qenë gabim. Do të me barë mikun me dek për Kosovën. Bravo. Rek, kishe qenë pjesë e luftës edhe njerit prej komandantëve më të famshëm edhe më të suksesshëm në Kosovë, Tahir Sinoni. Po, Tahirin kom njohë në zonën e dytë në Mbrojtëse në Prizren. Ka qenë dhe reprorët më të përgatitur më në më thoshtë rak. Të kujtuhet nëjë fjollë, nëjë moment prej Tahir Sinoni, se nuk është pak me nejtë me Tahir Sinoni. Më kujtohet dita shlirimit Prizrenit, jemi taku me Tahirin pak përmi ishtë stacionin e policisë serbë në atë kohë në Prizren. Edhe gjatë bisedës ishte edhe gëzim edhe euforia e poplit. Një fjallë që e mojnë mend tina, ka qenë prezidentë edhe komandantë e policisë ushtarake në Xhmiu. Lufta nuk ka përfundu. Ka përfundu vetëm të shtenat me armë. Lufta me e madhe është tash e masë. Për me bo shtetin, për me rujtë shtetin. Kështu që e fjallë, sot nga ka dalë për tëmë. Ka shumë fjallë tjere që ka lo Tahiri, po ka qenë njështë zakonisht një prori i dashtën për shtartë. Lavdi veprës dhe jetës ti. Lavdi. Po kalim pak me që është edhe Rasimi këtu të i kia dhe një shoqat, dhe më thonë vëndetare që i gjonë njerës gjithandej. Nëse kishu për Rasimi të shikë që gjithë. Mos dhamve. Ka që Rasim? Ka që Rasim? Në gjëmë, Rasim, ke pak si ajgore. Kollë, në knasia jam që ma ka më të cukju me kësi persona si me nejtë. Ndash me ndru komplet, po më në tonë është këtë e fejimi. Se pi bëjë reklam pak për e Po, fejimi, o me dërë të i po reklam. Dhe të fiksi, o do. Po, dhe fiksi. Atu jem. Atu jem dhe falenderoj familjarisht shumë falendet. është doktor i veçantër. Ajma ka më mësu me shku me rregullu dhëmë të mi. Edhe publiku tanë që më kanë thonë, shko i disi dhëmë. Unë i kom rregullu të edhe më shumë i knasë. Po s'dijit është në diskutim, hala mu bashku dhamë ta ju. Se ka bu bej pa, dhe më thonë pa unë rregullu si ta ota në Kosovë. Për Mitrovicë. Për Mitrovicë, po, kom thonë. Një lej edhe pak më si në resë. Jo, du me ndreq, se dhe më thonë, kur ndreq edhe të mi, ka më ndreq edhe Mitrovica. Dhe inshallah. To ju premtoj jone që do të ndodhë. Rik, ti mire, thash edhe më herët me njerës që humbin, dhe më thonë e ki shoqatën tonë në vëndetore që del me lyp. A ka ndu në herë për shumë me up në i binet, ose binat, që thujnë. Ke pas vështërësimi gjithë se hum njënit del tjetër edhe ta hup të na s'dej cëllën me lypo, vëllo. Ja, unë shoqat nuk kam, jem grup vullnetarës që shërbejmë poplit pa interes financiar, politik apo fetar. Nuk jem shoqat, nuk marrëm financa nga askush. Po, kom pas një rast në Prishtinë, ku kemi lyp një zonjë, më shumë ka qenë një smuje me arres. Edhe se që të grupët në teren, më vishin telefonata e po në Bregdillit. Ku saksisht e ke kam bashkë përbalë. Kur shkej shumë, ishte motra e... Binjok. Se i përgjajke shumë. Atërim dy të ru mi thonë, rrinë shpi. Shko në shpi mos dirë se puna bëtë e lash.
shpesh herë se ti mirësh edhe me orë, me kështu thënë e mush dreqja. Është e vërtetë që e mush dreqja orë më na? Kjo ka qenë tham një fjalë për pleqve tonë, mi tutë fëmin me tonë, mëse prek se mush dreqi. E mush njeri, edhe kur të lunë me to shkrejp. Dhe më thonë orë me kur se mush dreqi, po e mush ti. Në rasi je profesionalist, kur nuk e mush pa djenin tonë. E kështu që e ka me të fjallë pleqve tonë, mëse prek se mush dreqi. Erik, ka ndodhur shumë raste dhe ke përmend gjithandej rasti 2 vjeçarit e shumë raste, po njëra ndër raste që amboni përshtypje shumë është atë futbollistin që e ke pështu në aeroplan, se Rasimi edhe ashtu thënë shpesher me aeroplan, e me shpjegu sonde. Është kushëri Rasimit. Po, kushëri. Haxha Bjemni, Mitrovicës. Kum qenë vizit në Hagë, të lidert tonë atje bashkëkëtëtar. Bili kam qenë bashkë me Ariana Gushin, me Golden Top. Golden Gym, po. E përshëndesh me Golden. Ka të kitje për... Edhe ka qenë jashtëzakonisht një udhëtim i gjatë për arsye se ka pas vonesat aeroplana, ka rodi kon 7 orë më nejt pa gjumë në për aeroportet të Gjermanisë. Me në fund ka mëngjesu nisëm prej Osnabrück, tonë kohën aeroplan nuk e kom një vetën mirë. Edhe pse kanë qenë një lotë pa gjumë, sikur e dishe që kom e ndodhë diçka. Jo që e kam frikën fluturimit, ka ndodhe djale ka hupë vedjen e ka përbi gjuhën i 17 vjeçar. Në fakt, na kemi qenë pak para se me atëru. Më shdash me lyp leje për stjuardese që më ngrit, me këshu shopobatë, njerë kam menu që po rejt në kush. Kur ju ma frute ullësje djaloshe të tuje se ka qenë i vdekur. E më thonë, një pamje ke tjetër të ftyres, e kështë e përbi gjuhën, po na që kemë zakon, na shqiptarë që kemë qef krejt me nga. Më shdash dikon 10 minuta ko me nëzirë pe ullëses edhe me këthy njetë. I ke këthy njetë? Po, sot do t'jallish në Shemir. Futbolisti po të ka falendru e kom po publikisht, ka orë ka vizitu? Po, më ka orë ka vizitu në prezident. Se që ta gudzojta me përmen? Jes, për përmen e më hisë privatsi. Ok, dhe më honë, Riki ka shpëtu jetën. është e momente pej që ati rastit, nuk o më thu më kur me aeroplan. Dhe më thonë, sa të shkejnë Zvicër apo në Gjermani, dhe të e vetëm me makinë, ma kaloni djenë të keshe pak. Absolutisht. Po, mbi të gjitha ka qenë ndime Zotit ju e jemi. Zotit ka thonë e me pështu dhe... I përmende ma herët që ke shenë të mund të kjo utimin në Hagë, tek Kadri Veseli, Hashim tho që ata që e bënën luft në realisht, që e bënën në ushtrin qëllimtarë të Kosovës, ju keni punu dhe si sigurimi afërt i rruguvë, si i shkrye parlamentarit Veselit.